Ah, mor shpirt, të kam punuar edukatore. Jam munduar që të siguroj jetë më të mirë për ata fëmijë. Ti e i ri, por zonja të tin se çfarë vështirësie ka qenë në Shqipëri. Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju një rrëfim shumë të ndjerë. Përsëri këtë herë rrëfimi na vjen nga një nën e cila jeton në azil të pleqjve, nuk e do nusja, nuk e respekton nusja, nusja e ka lënë të vetme, dhe kjo nën është detyruar që të largohet nga shtëpia e saj, është detyruar që të largohet nga përditshmëria e saj, të shkon në azil që t'i lërë nuses një ambient më të gjerë, t'i lërë nuses më shumë lumturi. Por nusja, siç duket, përsëri nuk është e kënaqur. Ajo i ka kërkuar vetëm një gjë, që të paktën për festa të shkoj t'i vizitoj, por edhe kjo gjë tashmë është ndaluar. Ka vite të tëra që këtë nën nuk e takon askush, as djali, as nusja, as nuk interesohen për të, as nuk pyesin për të. Domethënë e kanë haruar krejtësisht. Unë tani do të kyç në linjën time telefonike një zonjë të nderuar, imagjinoni, ka qenë grua ushtaraku, para mendoni çfarë niveli. Përshëndetje dashur zonjë, mirë se erdhe, besoj që më dëgjon. Mirë dita mbire nëna. Unë sinqerisht më vjen shumë keq që shumë nëna shqiptare kanë ndarë dhimbje me mua, kanë ndarë momente të këtilla, por dua të dëgjoj rrëfimin e jetës tuaj që vërtet është një tmerr i paparë. Ah, mor shpirt, të kam punuar edukatore. Jam munduar që të siguroj jetë më të mirë për ata fëmijë. Ti e i ri, por zonja të tin se çfarë vështirësie ka qenë në Shqipëri. Me sakrifica e kam rritur atë djalë. Edhe çfarë ndodhi në momentin kur nusja erdhi, jeta më ndryshoi. Nuk kam patur pasuri, kam patur një hyrje, 60 metrusha, por kam qenë e lumtur. Nuk se si pengoja, edhe më solën azi, pa pik turpim, ofendimem, më urentem, nëna e saj, shumë prekte në familjem. Ajo pyrteshte për gjithçkam. Ajo vendoste për çdo gjë. Edhe i kam thënë çunit që në fillim, momentin që e toleron, Më fal nga kjo që unë po dëgjoj, do me thënë duke respektuar në maksimum vetëm pse përziheshte në familjen tuaj apo kishte ndërhyrje nga mikesha juaj, nga nëna e nusës, ju arritët deri në këtë pikë. Po, sepse ajo nuk toleronte që i me bi të jetoj me mua në shtëpi. Ajo i thonte që mua më ka lënë në vllaujt. Do t'jetoj lumtur vet, i kënaqur vet. Çfarë bën ti me vjerën tënde? Dhe kështu u shkatruam. Sot jetoj në ansil. Në fillim më thanë që të jetoja këtu, por për festa, për fundjava të takoheshim, por më kanë haruar. Nuk i kam parë me vite një përit, po bëhen 2 vjet. Nuk se nas që diskutohet. Kaloj festat e vetme, jam dhe smur. Boj nga semra, më ka kapluar një frikë çdo ditë se do të vdes. Edhe lutem çdo ditë që të vit më takoj djali. Por djali siç duket, ka ndikim nga nusja dhe e ka frikë të merr këtë vendimin, të vit të më takoj.
Pues, mos val ka pyetur dikush për mua. Tek këto gocat që kujdesen për ne. Po me djalin, më fal, me djalin, ditërisht, jo. si ke raportet? Pse nuk vjen djali të takon? A dëshiron diçka ti thuash djalit tënd, sepse ndoshta kjo histori do t'i bie në vesh dhe ai do ta kuptojnë që je ti. Jo, nuk vjen fare. Unë dua t'i them që mos harro kush ta boni kaptinën. Ke bo fëmi vet, je bo vet babam, edhe jam krenare që është të bërë. Mos më detyro që të uroj këtë që ma bot mua, që a bojnë fëmijët e juaj. Por uroj me zemër që të vetisohet, ta mendon gabimin, unë do ta fal, nuk do t'ja përmend, do të shkoj të tjetoj me ato, por të paktën le të vdes në atë hyrje që unë me mund e me sakrificam e kam bërë. Unë e besova si fëmijë dhe ja dhash pasunin, por me sakrificë e kam bërë atë hyrje. Po më fal, familja e Nuses nuk kanë marrë një iniciativë që të bien në tokë dhe të paktën të shohin se në gjendje je dhe të ndihmojnë që t'i flasin të bijës së tyre? Jo, nuk kanë atë kujtor. Ate janë njerëz që unë në jetën time nuk e kisha menduar dhe besuar birë që jetojnë dhe ekzistojnë njerëz të këtillë. Unë kam nevojë vetëm për t'i mbirë. Mua më vjen shumë keq, sinqerisht, dhe unë do mundohem të ndihmoj aq sa unë mundem, në të vërtetë, që nke edhe smur dhe më vjen shumë keq për ty. Uroj që Zoti të vej dorë edhe t'i mbush mendje një herë fëmijës tënd, të cilin ti e ke rritur me sakrifica, që të kthehet pranë teje të të merë dhe jo të të lërë në atë gjendje, se unë mendoj që ne jemi prindër vetë, ne vetë kemi krijuar familje dhe jemi duke punuar për ata fëmijë për t'i rritur dhe në fund të na lënë të vetëm, kjo është e padrejtë. Unë uroj me zemër që të kthehej gjithçka siç dëshiron ti dhe unë përsëri të kyç në linjën time. Ndaloni linjën, ju lutem, nuk i thash edhe miropafshim sepse më vjen shumë keq, nuk dua ta ndërpres bisedën me zonjën, por mesazhi im në këtë histori të dashur miqtë e mi është kjo që historitë e këtilla le t'ju bëjnë që të reflektoni, ju që keni prindër dhe dërgoni mesazhe tek miqtë të tuaj të cilët kanë një ngjarje të përafërt të këtillë, që do të thënë pa marrë parasysh sido që të vijë jeta, Zoti ka lënë ca etapa që ne duhet t'i respektojmë, ca etapa që ne duhet t'i vlerësojmë, që ne duhet t'i ngrem në kulminacion dhe jo nënën, babain, në këtë rast nënën, që ishte një histori shumë e dhimbshme, të mos ta respektojmë për hatër sepse nusja jon ka krijuar një bindje të keqe për vjerën e saj dhe nuk e do. Vjera nuk është mallkim, vjera është nën, njësoj, sikur nëna jote është nën dhe ajo. Nuk duhet shikuar me syrin e vjerës, por duhet shikuar me syrin e nënës dhe uroj me zemër që t'jemi pak më zemërgjër.